Ndërsa për punën e karrierës unë nuk jam askush, jo ty, po as kujt tu, të tregojmë karrierën dhe po ta shpjegoj, ka qenë dhe Eugjini që i kam thënë vetëm që ka gjitha të karrierë dhe ne kemi shumë çfarë të flasim me stilin, se unë nuk e njoh personalisht. Dhe më thënë të tipit që kur e ke filluar, si shkon, unë patjetër nuk po them që do flasim e 3 muaj për karrierën tate. Po javën e parë është më se logjikshme që të bësh një muhabet njerëzor dhe pastaj të vesh duhet të pyet njëri tjetrit. Me këtë aspekt e kam thënë. Edhe nuk e di sa ka dëgju, po nga goja ime këto fjalë kanë dalë, ke gjeni dëshmitar. Nuk na është dhe mundësia të flas. Unë kam folur me gjithë dhe me ty s'kam folur sepse ti je pozicionuar aty si pozicion shumë e gabuar. Sa herë kam ardhur ti? Sa herë dush kam ardhur ti? Ka ardhur për këtë në vrash. Kesh inshallah s'ka ardhur me fjalë të huaja nga jashtë. Fjalë të huaja. Po, kështu mendoj. Inshallah nuk ka ardhur me fjalë të huaja nga jashtë. Fjalë të huaja nuk Se kam të njerëz, nuk të shpyt Eugjinin, kjo fjala, Eugjini ka thënë që bjeri, kupton ose nuk din ose ku dion. Nuk po them. Ka marrë ditën e parë si ty. Shumë bukur. Kurioziteti gjithë personalisht un kam pak kush ka qenë, kam pyet 2-3 njerëz, ato për shembull për Sabinën që shkonin në dieta të vënde, më kanë folur njerëz. Jo, unë s'të njoh absolutisht fare. Biles, ashtu si të njoh fon. Biles, ashtu si të njoh. Kaq me konfidencë po unë. Un po them, unë e ndjej, ta them dhe po ta them. Jo, s'ka lidhje fare. Në rregull. Atë parë që të shoh, ti ndoshta ka. Era parë që më shef nuk është. Është era distancë që më shef, po era parë që neve rrim dhe flasim edhe njihemi personalisht. Qëllimi dhe flasim është era parë. Tani se një shoh në rrugë nuk si më do të më ngjitur. Jo, në rrugë s'ke pati mos i shqyrtoti se. Në spektakël pra. Normalisht. Më thën spektakël. Do pretendojat me